Në studio pak para publicitetit, po përmendja deklaratën e fortë Aleksandar Vučić teksa le të themi krenohej me muskujt ushtarak të Serbisë në këtë kohë dhe duket sikur sinjalet ishin për Prishtinën. Unë do të thoja që bëm pjesë në vetë retorikën politike të Vučić, e shoh Vučić dhe Kurtin të ngjashëm si kafsh politike, le të themi, ku mbajtja e pushtetit ngrihet gjithnjë në ndjelljen e frikës së një armiku, qoftë ky armiku kundërshtar i jashtëm apo edhe armiku politik i brendshëm. Sigurisht vetë Serbia me anë marrëveshjeve ushtarake me shumë vende të Bashkimit Evropian ka ditur të rrisi le të themi forcën ushtarake dhe fuqinë ushtarake në këtë indeksin global të fuqisë ushtarake që rendohen të gjitha vendet në ndryshim nga Kosova. Megjithatë, duhet patur parasysh edhe vetë prania e KFOR-it, edhe unë e kam të rëndësishme gjithmonë ta theksoj. Kosova vetë është një shtet i cili le të themi sigurinë dhe garancinë e mbrojtjen e saj ja ka atribuar apo e ka nëpërmjet KFOR-it dhe misionit ndërkombëtar në të. Ndaj nuk shoh një kërcënim të qëndësishëm dhe jetik. Ajo që unë shoh më tepër, ndoshta të dal pak nga vetë korniza e pyetjes, e shoh më tepër frymën politike me të cilën radikalizohet dhe polarizohet popullsia në Kosovë. Dhe e them popullsia për të futur brenda saj të gjitha grupet etnike, pra edhe serbët aty. Ne flasim gjithmonë që serbët e kemi pastruar këtë veriun imagjinar nga serbët, megjithatë harrojmë që KFOR-i, ja ta mbaroj, KFOR-i aty është ndër të tjera dhe për të ruajtur objektet e kultit, pikërisht për të ruajtur të gjitha këto sentimentet fetare nga të dy anët. Nga ana tjetër harrojmë që vetë kushtetuta në themel të saj ka ruajtjen e multietnicitetit dhe goditja që i bëhen serbëve ka sjell ndoshta tiparin më të rëndësishëm të zgjedhjeve të fundit që kemi një rritje, le të themi, në përqindje të vetë listës serbe si përfaqësim politik në skenën politike të Kosovës. Dhe kjo vjen patjetër si rezultat i këtij polarizimit dhe radikalizimit që t'i shtym sa më në veri. Dhe duhet bërë edhe një bilanc politik në këto momente. Ndoshta ky polarizim i skajshëm e bën më agresive rezistencën. E bën më agresive rezistencën dhe e bën më të fuqishme listën serbe në skenën politike të Kosovës, dhe nga ana tjetër mendoj që të gjitha këto retorikat e Vučić në fakt duhet të jenë alarm këmbane për Kurtin si aktor politik, për sa kohë dialogu politik dhe strategjik i tij me ndërkombëtarët ka përfunduar ose është cënuar ndjeshëm. Nuk duhet të harrojmë asnjëherë të gjitha krizat më të mëdha të sigurisë post luftës, qoftë ajo e targave, Banjska apo aq, u detyruan të ndërhynin ndërkombëtarët dhe u detyrua KFOR-i edhe pse është ai last responder, pra burimi i fundit i përdorimit të forcës, u detyruan të ndërhynin dhe të bënin intermediatorin për të shuar këto kriza. Ndaj dhe të gjitha përpjekjet e këtij polarizimi dhe këtij spastrimi nga ana e kundërt tashmë unë i shoh si të dëmshme për vetë Kosovën. Megjithatë kemi përpjekje të tjera përveç KFOR-it, siç është edhe Nalti, për shkakun që është edhe zyra e ndërlidhjes dhe e këshillimit të NATO-s pikërisht në Kosovë, e cila edhe kjo këtu çalon komunikimi strategjik mes qeverisë dhe tyre, ku nuk ka një orientim strategjik, le të themi, për sa i përket çështjeve të mbrojtjes dhe sigurisë. Pastaj pjesa tjetër, Andrea, kur kemi dhe këto marrëveshjet të një pas njëshme që Kosova përpiqet të bëjë me vendet edhe të Ballkanit, qoftë ajo që ne pam me Kroacinë dhe Shqipërinë, në fakt janë një kapital, pikërisht, janë një kapital shumë i mirë për Kosovën, megjithatë do duhet të ruajtur një balancë ndoshta kombëtar, do të thoja unë, sepse vetë FSK-ja është në një proces transformimi, le të themi, nga ajo forca e quaj ndonjëherë edhe humanitare në një forcë të qëndësishme ushtarake robuste. Ndaj do duhet që të kemi një vëmendje dhe të forcojmë dialogun strategjik me ndërkombëtarët, me KFOR-in, me NATO-n dhe SBA-t, përkundër të gjitha këtyre deklaratave që vijnë nga Vučić.
Serbia tashmë ka dronët francez, ka një armatur shumë të madhe dhe një forcë. Kemi edhe suportin e Izraelit në këtë drejtim. Izraeli për më tepër që po vendos gjurmën e saj sa në Greqi, në Serbi, aty ku të mundet dhe ku ka një akomodim nga forcat politike, gjë të cilën nuk e lën Kosovën të jetë shumë komode në këtë situatë gjeopolitike ku me Ukrainën po e shikojmë se çfarë po bëhet me Krimen dhe shpeshherë Kosova del në dialogjet politike apo edhe në diplomacinë ruse, del gjithmonë si një peng shkëmbimi ndërkombëtarëve përkundër Krimes. Pra do duhet një kujdes pak më i shtuar nga leadershipi politik i Kosovës, qoftë ky zoti Kurti apo çdo lider tjetër, për të patur gjithmonë atë orientimin strategjik drejt NATO-s dhe SBA-ve. Dhe një gjë e fundit për ta mbyllur. E them e përsëris gjithmonë që Kosova po bëhet pengu dhe po bëhet ajo karta që po digjet për hir të një agjende personale të Kurtit, për sa kohë Lajçak e kemi ditur i vogël dhe i madh qëndrimet e tij pro-serbo-ruse dhe të bën çudi ky naiviteti i Kurtit që nuk e kupton dot se çfarë qëndrimi dhe orientimi ka Lajçak apo edhe diplomatë të tjerë të Bashkimit Evropian që sigurisht kemi vende ende që nuk e njohin Kosovën dhe lobingjet aty janë ndoshta më të egër se sa vetë e drejta e qëndësishme e Kosovës për qenë shtet. Zoti Krasniqi? Kam një pikpamje pak më simpliste. Zoti Vučić përdor deklarata populiste në funksion politikës vetëbrendshme. Ne dim që Serbia nuk është më kurrë në Kosovë dhe s'do më kurrë dhe ajo që unë pres ta bëj Kosova dhe besoj po mundohen ta bëjnë, por mund ta ndihmonin edhe më shumë nëse do i zgjidhin këto lloj problematika që folëm tu, është që të siguroj që prezenca amerikane të jetë e garantuar në Kosovë. Historia me Vučić edhe dike nga Beogradi që kërcënon Kosovën është histori e gjeneratës babës tim dhe përsëritet në mënyrë vazhdueshme, që nuk mendoj dhe unë habitem them drejtën ndonjëherë pse media në Tiranë jep shumë rëndësi. Sepse nuk merito ka shumë rëndësi, siç nuk merito rëndësi dhe këto deklaratat gati amatoreske, domethënë që dalin ca ministra dhe tanët, edhe thonë kemi bërë koalicion me Kroacinë, kemi bërë me atë, me Kroacinë kemi bërë, Kroacinë kemi aleat historik, po duhet bësh me SBA-n, të kesh Gjermaninë dhe të kesh garantët, se këto lojrat ballkanike pastaj duken si një shfaqje që nuk kanë vlerë. Nuk do shkoj, s'ka ku shko Ballkani më në luftë, Ballkani është në krizë. Ditë dhe kje i ka kaluar dhe askush nuk e ka më në fokus, po frika ime më madhe është largimi i fokusit nga Ballkani, largimi nga prioritetet e SBA-s dhe largimi nga prioritetet e Bashkimit Evropian. Për shembull, imagjino Shqipëria po rivalizon Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe deri diku dhe Serbinë, në aspekte diskuton vitet e BE-s, kur do jemi si ku jemi, dhe ne ende për shembull për Kosovën jemi duke diskutuar Këshilli i Evropës dhe si të bindim 5 vendet e brenda Bashkimit Evropian. Ky duhet të ishte lobingu dhe që ta bësh lobingu duhet shkoje mjes drektar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Berlin dhe në Paris dhe të bëje lobing. Në moment që ti shkon duke ju thënë që kam prap zgjedhje dhe s'kam mandat dhe s'kam president. Dini që Kosova ka më shumë ushtrues detyre për presidencë se asnjë vend tjetër në Europë. U bën 3 mos gaboj, sa bën deri tani. Është absurde domethënë. Prandaj po them unë që kur ne flasim kriza dhe kosto, nuk janë kush e zolli, si ja hodhi, pse ja hodhi. Është për të bërë shtetin, për të prezantuar shtetin dhe për ta ditë kush është interesi shtetëror. Dhe interesi shtetëror është lobingu aty ku merret vendimi. Delegacioni amerikan që bëri turin ballkanik për shembull tani dha 2-3 mesazhe dhe 2-3 mesazhet ata nuk kanë kohë për të parë nga mëngjesi deri në darkë se çfarë themi ne për një tjetër dhe kush krijon. Pra ata kërkojnë dialog, dërgojnë partner besueshëm, dërgojnë vendimmarrës. Dhe vendimmarrja është gjithmonë je detyruar të lëshosh, miratosh dhe të negociosh. Dhe me shoqërinë tënde i detyruar ta informosh, gjë që s'po ndodh, nuk ka ndodhur as në Kosovë dhe ne në Shqipëri marrim vesh nga New York Times-i se çfarë kemi lëshuar dhe çfarë kemi bërë, por ne aty dallon shumë Shqipëria me Kosovën. Shqipëria ka konflikt luksi. Nuk ka konflikt as etnik, as fetar, as kufitar, as ndërshtetëror, nuk ka asgjë. Madje shkon mirë, ne bëm editorial me Vučićin në Berlin. Dhe nuk i përmendëm këto gjëra dhe nuk e patin në pikë aty që ne po kufizojmë, nuk kemi kërcënim për Serbia nuk do jetë kërcënim. Dhe për t'ju kthyer te pikë që u tha këtu, unë personalisht e kam përkrahur zotin Kurti kur refuzoi Open Balkan dhe koha e dha drejt. Ishte një aventurë dhe
fakti që zoti Vučić që tha që ishte dhe ide e tij, e përforcon këtë që si mundesh ti kur ne duam të shkojmë perëndim, të na krijosh një strukturë ballkanike ku ne kemi pakicën. Kjo është deri diku një lloj aventure politike për fat madh. Pavarësisht se kishte program elektoral, unë jam dakord që ku po importojmë, po importojmë aty. Po shkëmbimi është tani, e di si shmona, ne blejmë Kinë, po nuk e duam kinezin ala strategjik, ne blejmë Turqi, po e duam për gjëra të tjera, ne blejmë ku ka tregtë lirë në botë, po nuk e duam Tajland, po nuk e duam pra gjë. Diversifikoj këtë gjë. E kemi zgjedhur, por nëse ka pikë që unë krenohem që zoti Rama nuk e ka respektuar programin e PS-s, është pikërisht që shqyqyr që nuk realizua Ballkani i hapur i propozuar prej zoti Vučić dhe tij. Tani, puna e Ballkanit hapur... Të Vučići... Po jo, se aty është nisja. Aty është nisja. Do thotë, unë, si njeri që kam përjetu luftën, mund më lejohen dy skenare të mundshme të interpretimit. E para, mendoj që Vučić, nëse keni parë mënyrë periodike bën këtë gjë. Ofron tankset e Serbisë afër kufirit, lëshon një deklarat skandaloze. Qa bën Serbia? Do thotë, Serbia e ka shumë mirë sofistikuar strategjin për ta mbajtur Kosovën vend krize, jashtë investimeve të huaja, që rinia e Kosovës mos ketë fabrikat hapura, dhe kur ti përgjigjet me të njëjtën gjuhë. Kur keni parë Kosovën në mediat ndërkombëtare për ndonjë investim të madh që janë hapur mira vende pune, ku po prosperon Kosova në aspektin ekonomik, se investitor, ambasador të kompanive të mëdha prodhimi kanë hapur përfaqësitë e tyre, asnjë prej tyre. Do thotë, ideja është që ne kemi të hyra nga remitanca, po e mbajmë gjallë buxhetin e Kosovës 4 miliardë. Po nuk kemi investime direkte dhe për Vučićin është shumë e rëndësishme që Kosova të jetë në hartën e krizave, që të mos ketë asnjë lloj investimi e siguri investimi. Kjo është ajo trauma e parë. E dyta, shtetet si Serbia kanë pritur historikisht për mundësitë e tyre. Pritën do të thotë 120 vite që ndrojnë hartën e Bosnjë e Hercegovinës. Sot, kur po flasim, në Trebinje, që ka qenë 95% me bosnjak, nuk ka një bosnjak të vetëm që jeton aty. Po ka pritur 120 vjetë në mendjen e tyre, për ta ndryshuar këtë hartë. Do të thotë ne shqiptarët, ideja është që në një moment caktuar, qoftë kalkulimi për Krimen, qoftë çështja e arkitekturës së re energjetike në Ballkan, sepse ishte e para që nënshkroi marrëveshjen për gasin amerikan. Kuptoni, kur ne na u shkput marrëveshja strategjike për dialogun me Shtetet Bashkuara, Serbia thuhet, nuk e kam të verifikuar, që ka shpenzuar mbi 400 milion dollar në lobingjen atje, derisa Kurti ka lënë ambasadorin e Kosovës pa vozetës. Do thotë, ne në kuptimin e përcaktimit prioriteteve jemi në anën e gabuar, në kuptimin e asaj se çfarë mund të ndodhë në një lëvizje geopolitike, geostrategjike të një arkitekture të re të sigurisë. Tani, kuptoni që edhe Izmiri, që diku quhej Smirna, ka qenë vendi më multietnik në këtë pjesën ku jetojmë ne. Po një ditë një marrëveshje ndërkombëtare tërhoqi gjithë ndërkombëtarët dhe u djeg. Tani këto janë trauma të përjetuara nga historia e Ballkanit dhe vendeve përreth. Unë nuk dua më të jem një i radhitur në radhën për të vrarë nga serbët. Unë dua të jem strategjik bashkë me Shqipërinë dhe vendet aleate, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta siguruar një herë për gjithmonë jo vetëm sigurinë e shqiptarëve në Kosovë, por edhe zhvillimin ekonomik të fuqishëm.